A keni menduar ndonjëherë se çfarë mund të bëjnë murgjit pas muajsh dhe muajsh meditimi vetëm në male? A e merrni me mend se si arrin ata këto superfuqitë e mahnitshme? Pas muajsh dhe madje vitesh stërvitje brutale, nga aftësia për të ecur mbi ujë deri te kthyrja e gurit me kokë. Këtu janë disa nga shembujt më të mahnitshëm të superfuqive të pazakonta të murgjve Shaolin. Të ecurit mbi ujë. Ecja mbi ujë është ajo që ne konsiderojmë se janë në gjendje të bëjnë këta superheronj. E po ky murg i patrembur mund të ecë mbi ujë. Shi Liliang është një murg kinez që u bashkua murgjve Shaolin. Ai ishte në gjendje të ecte mbi ujë, duke përdorur drasa e kompensata shumë të holla dhe të lehta, të lidhura me lecka. Ai ishte në gjendje të vraponte mbi sipërfaqen e një rezervuari, i cili ishte 118 metra i gjatë, në afërsisht 50